أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Nderuar xhamat, në vazhdimin e komentit surës madhe prej surëve gjata në Kurani Kerim, suratu Teube, do të vazhdojmë me ajetin të cilin tash para ju është e lexuar. Ajeti me atë punë që ka të bëje, e kemi pa tjetër, e kemi më do mos që t'i kthehemi historisë islame pak më mrapa, por të artër të ajo që ka Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu e theksoj dhe deshtit në mëson me madhënien e ti në përmet Kurani Kerimin. Këtu në këtë ajet e thonë: laqad nasarakumullahu fi mawatina kathira. O besimtar, o musliman, ju ndihmova në shumë vende, ju ndihmova në shumë raste, edhe atë me të vërtet ju ndihmova në shumë raste. Në pjesën e parë të këtij ajeti, për rastet edhe vendet që i ka ndihmu Allahu Gjelle Gjelaluhu muslimanët, asnjë vend nuk e ka cekë në këtë ajet. Mirë, pa ato janë rastet të shpërndara në përtan Kurani Kerimin edhe historinë islamet pastër. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, ku i ka ndihmu muslimanët? Çka ka për qëllim në këtë ajet? Ku i ndihmoj ato? I ka ndihmu në Bedër me datën 17, me datën 16 mujit Ramazan, në mujin 17 mas hijretit. Ato ishin 314 burra që shedin gjemati musliman aneman botës prej ulemave të vetë, edhe nga historia e pastër, se ishin një pakic, një kutle, një pakic e vogël prej 314 burrave, me kusht të dim të gjithë pa pregaditër për luftë. Dalja e prej Medinës për Bedër ishte dalje rasti. Ata Rasulullah s.a.s. kër i therri tha: unë po dale Abu Sufjanit me ja marr mallin tonë, çka na e ka marr Mekke, po ban tregti me ta, kush po vjen me mua? Kjo dalje kaq kish bisedë për këta. Pregaditja për këtë dalje ishte kaq e vogël. Tani unë jam luftën e Bedrit këtu në sonte me juve, po këto fjalë nënvizoni. Nënvizoni daljen se do të dalim më vonë në një tjetër vend, ku do të bisedojmë për daljen nga shtëpia për luftë. Kush është me mua hazër në dvene, e që ati pra gati rreth ati kishin ndodh ato burra 314, dulën me 70 deve dikoval. Me 70 deve dhe dikoval, edhe hiç shpata hemen, dulën me Rasulullah s.a.s. Bedër 314 burra. Ebu Gjehli, ona e kundërt, ishte organizuar për luftë për shkak se 30 ditë ishin organizuar për atë punë. Po dalim, s'po dalim, po mlidhemi, s'po mlidhemi, po të bon, ki fis po del, ai fis po del, sa fise po dalin, sa s'po dalin, ki trim po del, ki trim s'po del, deri sa ardh puna te Ebu Lehebi, lanatullahi ali. Ai nuk dul luftë me Bedrit për shkak se në kohën e fundit, pak para se dalin, për natë thuj se ai tha, për natë e shifshna një ëndër. E shifshna një ëndër mas të cilës u binda në përmet robanave edhe andragjive, komentit e andragjive, nuk dola. Ajo që e kish pa bile atë ëndër, thoj ka i ka një herë se ajo që e pa në ëndër ishte një grua, kishte emrin e Atike, andra asaj së mla me dal. Në rregull. Edhe këtu se kemi muhabetën kryesore, organizimi e Ebu Gjehlit ishte me 950 burra. Me 950 burra, 700 deve, 200 kuval. Si cili ushtar ishte i veshën me elek lufte. Si cili ushtar e kishte shpatën e vetë, hemen edhe një qeter nëse ndodhë luftë, se ka një herë shpatat thehen kur nëzhet lufta fort. Kështu ishte ushtria në mikut. Ato e kishin ketë edhe një ndihmës. Ketë organizim edhe një ndihmës qeter. A i ndihmë si qeter në Kurani Kerim e ka emnin Mel'un. Në Kurani Kerim e ka emnin Shejtan. Në Kurani Kerim e ka emnin Iblis. A i sa me mund ta në organizimin ato dita ju thoi ke mos e lini gratë pa i morë me veti. Mos e lini gratë pa i morë me veti. A i edhe sot ju thot njerëzve të cilët organizojnë luft, mos e lini gratë pa i morë me veti. Ja për shembull një rast, në vitin 1967
kur luftë Siria organizoi sulmi, jo se sulma të burra shka janë pushtet, s'kan mundësi me organizu sulm, po kur organizoi mbrojtje pra. I veshi qikat e Sirijës, ato të gjimnazit edhe të fakultetit, kejt me uniformë ushtarake, edhe sot budalla i ka qashtu të veshme. Edhe sot qashtu i ka të veshme. I veshi edhe i hipi 60.000 prej ative në kamionat e ushtrijës me i qu me luftu Israelin. 60.000 copa. Me shku me umbrojt prej Israelit, se na jemi ato shka kemi shku aq larg dëmek me burrat, po se po mo e kemi ujdise, e kemi bërë hazër, burrat e tonë mo po se po luftojnë, po edhe qikat e tona hin luft me miku luftojnë. Prej 60.000 marrin men, prej 60.000 7.000 e vlad të huj kanë këci prej kamionave të hecë. Janë mit. Kjo është logjika e socialistave dhe komunistave të cilët dëshin me majtë sistemin me majtë me qika dhe me gjem. Jo, vlove jam i dashur, jo. A ja mat, ja luftot në mënirën ki kitab që shë organizon, ja ndrishe hicz ban. Ja ndrishe hicz nuk ban. 7.000 qika janë mit prej kamionit të ranë tokë, të hecë kamionit 100 km në sahat. Këta e boni a brash edhe hala sot mas 20 e kusër viteve. 30 vite si vjetë janë bo. Që 30 vite hala që a njeri pe odheqë. Kush jemi na pra? E pam kush jemi. Na jemi qato. 40 vite në odheq njoni me samar të hujnë shpin, samari i modelit të hujnë shpin, na jemi qato. E bajmë na, s'ka gajle. Për neve s'ka problem. Rasulullah a.s. Kështu dul me një luft. Shejtani a i ndim si evangelit nuk i thaj ki qëtërsen. Gratë mirë si lini pa i mo. Mirë një ato gjarijet e juve shka këcajnë edhe din me i ra. Ati të mbulekit mirë një dhe ato me veti se ato shumë ju një mujnë. Por shka në një mujnë e bugjelit e ke shka në një mujnë ato ju japin kurajo i thojnë, ju japin juve koraj, ju japin vullnet për me hin luft. Kur ti bin ato dahirës, tone ju kur t'ju presin muslimanet helbete si ndodhe, ju kur t'kshirni ka gratë juve, ju dhimër ato edhe sulmoni edhe ma tepër. Deri kur kështu? 350 kilometra rrugë që to biseda shejtoni o e bugjelit që ka bon. Kur ka arë momenti i fundit, kur a pa ushtria me ushtri, shejtoni tha, e që tash pra, a që ka zoj kush jam une? Falemma tara atil fjeten, nekasa ala akibejhi fe kale inni ara ma la taraun. Fa e që tash pra, u pat po, që kjo e bugjela Muhamedi me ushtrin e vetë, që to janë gjemte ati. Edhe që to janë gjemte, tu që grati ki e këtu, fuqiti ki me raki, plot mushme, shkova, shti bane ju një qare se unë i tut në Zotit. Unë shkova pika ka marë, ama shoq, ama ndimës, deri ku për ndimoj kaj. Deri atëherë ti ku mo, ku s'mundesh me këthim rapa. Për shkurti, këtë luft, kush e ka fitu? Këtë luft e kanë fitu ato 314 burët. Pra Allahu Gjelle Gjelalu tha, lekad nasarakumullahu fi mawatin e këthira. Unë ju kam ndihmu juve në shumë vende dhe në shumë raste o musliman. Pa marë parasish sa ishi. Ajo para Allahu nuk lun as një gjisëm roli. Në hud. Do të kaloj shpejt e shpejt për të arritë e dërsi jonë sot. Në hud në mujin 31 mas hijretit. Kjo ishte në mujin 17. Në mujin 31 mas hijretit në hud. Rasulullah organizoj se kishtë ardhe Ebu Sufjani me luftu për nga merin me nëzirë hakin e Bedrit. Kishtë ardhe ka 500 km me nëzirë hakin në Bedr. Pse kishtë ardhe me nëzirë hakin athu? Gratë që ishin në Bedr e panë shka ndodhi edhe janisen me vajtun me dine babën, agjën, vlaun, burin që ja kishin prej muslimanet e u patën morë vesh që mos me vajtu gratë se tani muslimanet mos porritën helbet s'ka me vajtu pa të në thonë Mekka me ushtrengu se pa e mëzirë këtë hak selam me 3.000 vete Ebu Sufjani ardhë Rasulullah a.s. organizoj daljen prej qitetit me liftu jashtë qitetit për shkurti me 1.000 i burra pra pe 1 me 3 në Bedr sa ishin 314.950 sa me sa 1 me 3 në hud prap 1 me 3 po kur gjo 1 me 3 në regull Abdullah ibn Ubej ibn Selul a i rasul munafikin a i koka ajo maqina e munafikave në Medine boni qka boni 300 burra ja këthaj Rasulullah a.s. prej ullës në momentin e fundit me atën 700 pra 1 me 4
Kush e ka fitu këtë luft? Këtë luft e ka fitu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe askerët e tij. Pa marrë parasysh çka ka ndodhur mrena, s'kan vakt me shpjegu. Mas kësaj lufte, është majt një luft në nesrit në vendin Hamra al-Asad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me çato burra që luftuan në Uhud, edhe u kthin prej Uhudit në Medinë, të plagosur deri në 84 varr ja kanë shëru gratë njonit. 84 plaga ja kanë shëru gratë njonit në Medinë. Në mëngjes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam herë dha urdhnin, tha ne po shkojmë luftë me një vend disa kilometra, disa 10 kilometra prej Medinës larg. Wala yutabi'ni rajulun ma shahida amsa fil Uhud. Tha mos vjen me mua asnjë i cili s'ka qenë në Uhud pra. A u kuptu? Nesrit prej Uhudit tha po shkojmë luftë me luftu prap. Ama asnjë taze, veç të Uhudit pra. Pse kështu? Tha me pru një taze. Edhe këta në vizon e ju duhet për dersin, për në fund dersit. Tha me ardhë një taze, tërë të nxejmë, tërë të i frimë, tërë të jamush mi menën se duhet me qenë nxet, tërë të jamush mi menën se duhet me qenë kamgullës, në i merë dhe një 10 vetë të i dhonë dërës. Të i dhonë dërës, të e binë se dush më nxet shumë. Tha të Uhudit janë hazër të nxet, ato e kanë pa pramë shka do me thonë. Tha veç ato pra, se ato ja din anë mikut, ato ja din rëndësien islamit që shtë luftohet kundër anë mikut. Shkojnë Hamra al-Asad, vendi e kajmë në Hamra al-Asad, e fitoj atë luft. Jo që e fitoj, anë miku ishqen të organizu me këthi prap me sulmun me dine, që janë miku i pramit. Kishen të organizu me këthi edhe në herë me sulmun me dine, se ju kishdo këse pak në Uhud. Rasulullah s.a.s. kure kanë pa me ushtri dhe vetë se mas gjitha ati zahmetin Uhud, anis me shkun 150 km për Medinës me sulmuan miku nuve, Ebu Sufjani e mur ushtri dhe vetë sa për me ke burën se s'ka qara, me këto nuk shkon. Këtive nuk për ju qindroka. I shkatrum, i dërmum, i lidhën ka krija, ka kame, ka barko, e ka shpina kejt 150 km në udhe. Po mdokët se këtë kondicion që erë të kanë thithë për islamit e po veprojnë. Ma mushën menën hemen do 60 dit në udhe. Me ju thonë shqiptarve 60 dit në udhe me dalë për ditë sabale, unë mendoj se parandit dalin, si të ke, bile dhe ata si të ketë dëni havëll helbet, dëni baklav tamël me ara, i ke shpesh atir, unë a zotë mës me pas havëll dhe baklav. Po drejt për imshojmë. Me ju thonë katunarve, a i krejetari katunit, po dalmi me mush rrugën prej sluqarin vakcinës, ama 60 dit dhe dalin vullnetarisht. A i ke? Parandit sa kera i kje, edhe sa traktora? 20. Ditën dit? 2. Ditën dit 2. Në tretën kejt guma shpërthen. As një gumë një kjetë pa shpërthi. Do me s'për shpërthen gumat, interesant. Kondicion për qëllime, me arrit të qëllimi. I shkatrum në Uhud deri në fund, në sabah 150 km urë, anë miku se tha, po do i kemu organizu prap me në sulmu, 150 më zvene as një taze, që ato të pramit i du. Kondicion, din, islam, din, zemër, din. E ka nimu Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu. Në luftën e Hendekit kanë thonë në vitin 4, në vitin 5 kam ko, anë miku ka ardhë në aleancë, edhe ma trishtim, fisi Kurejsh do me thonë balen, shqip, balen, a i peshku shka është ma i madhë ndeti e ka emnin balena, kejt peshkit a i ha. Fisi Kurejsh, shqip do me thonë fisi balena, se atë fis asë një fisi arabëve së në hajke, a i hajke kejt fisët, ashtë ishte i fuqishëm, ashtë ishte i madhë, fisi Kurejsh. Në Medinë fisi Aus dhe Khazraj, di fise, u bon 3, këto ishin arab, fisët jehud, Beni Kurejza, Beni Kajnuka, Beni Nadir, këto ishin fise jehud, kejt zbashku pa të në bale onës me sulmu për nga merën edhe muslimanët e ti. Ndodhi, me të vërtet, ndodhi, po që ndodhi ma isbrami ma në fund. Allahu Gjelle Gjelalu dimën e vetë, jazbriti Muhammed Mustafas në atë ngushticën më të madhe, edhe vetë ato aleancën e shkatroj me fuqin e vetë, pa ju dirë gjaki muslimonit fare. Pra ndima e kujna kana. Ndima e kujna kana, ndima është e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Po për me meritu atë dush me qeni Allahut. E që ta shprateni që tu për shembojt e dersit tonë, sot me marrë dhe ashtë kudojnë medala është bol.
po e lam luftën e Tebukit, po e lam luftën e Mu'tës, po e lam këtë qera, po kalojmë temën tonë. Në vitin 8 të hijratit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka organizu ushtarët e vet, muslimanët e vet, zotërit e tonë të nderuar, me shku Mekkën me bë fath, me shku me i rënu putat, qabën me shpall, me liru qabën nga kriqat edhe putat e putagjive. Sa ka qenë kjo ushtri e madhe? Ashtë me rëndësi numri shumë. Numri ashtë me rëndësi me ditë. Burra, e para herë në historien, e 73 luftave, të cilët u zhvillun në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në periudhën 8 vjeçare. Në periudhën 8 vjeçare. 73 lufta, 36 të organizuara nga Muhammed Mustafa në 29 prej ative vetë ka qenë pjesëmarrës. E para herë muslimanët shkojnë luft prej Medinës Mekka, masi që pejgamberi ju pa thonë mas luftës Hendekit, hadhihi akhiruhunna, kjo është e fundit, tha, innakum satagzunahum ba'da yawmikum hadha, tha deri tash ato ardhen për Mekka me ju sulmu, prej sodit ju mo do t'i sulmonin vendin e vetë atje. Të parën herë muslimanët organizojnë ushtri 10.000 vetë, 10.000 burra. Ashtë qef me i pa 10.000 gjem të veshur, ashtë qef me i pa 10.000 gjemtri edhe si cëllë fiz bajrakin e vetë. Pse të e ceki si cëllë fiz bajrakin e vetë? Ashtë gabim gjemotin dërshëm. Si pas islamit po foli, si pas fes ton, ashtë gabim që në momentet e veçanta me i mledh njerëzit nër një bajrak. Ashtë gabim në disa momentet veçanta me i mledh njerëzit nër një bajrak. Po Rasulullah s.a.s. ja dhanë këtë rast si cëllit fis bajrakun e vetë. Si cëllit fis bajrakun e vetë. Edhe aju ulltoj 500 km me këtë 10.000 vetë, me shku qabën, me kurtalis, me shpëtu, me pastru prej putave dhe putagjive. Arritin qabë. Nuk e kam qëllimin me spjegu këtë luft, se janë shumë teme gjonë, po du me dalë të tema jonë sot ku jemi na. Arriti edhe në Medinë, në Mekke, me dëvërtet u bo si pas planifikimi gjdo gjo edhe murë fund, jo që murë fund pastrimi i qabës, po murë fund kofri edhe qafirlëku deri njerin e fundit në Gjezira al-Arabije, në gadishullin arabik, murë gjdo gjo fund. Me përjashtim, disa fiseve kishin met në onën jug lindore të Mekkës, pa kalun islam hala, kurse ato që ishin rreth qabës, as nja nuk ka met ditën e shpallës qabës, pa kalun islam. Asnja. Edhe atë kurkuj pa i derë huna gjak. Kurkuj pa i derë huna gjak. Me përjashtim një grupe vogël e kishin sulmu Khalid ibn Velidi me një anë, edhe a gje krisën shpatat, Rasulullah i pyti, tha, qka po bëhat në të qësh? I thanë Khalidin ibn Velidin e sulmun, i sulmoj edhe aj. Tha Allahu e pagoft Khalid ibn Velidin. Edhe kur jam këto po du me i cek edhe një disa burra në Mekka, Rasulullah s.a.s. pa thonë filonin, edhe filonin, kur ti gjonin qabe, edhe me i gjetë dvarën për perdën e qabës, për mbulesën e qabës, mos janë falni qative. Po ato i patsaktu me emën kanë dhe kanë. Pase këto kanë qenë të pa korrigjum, pra mbita edhe na nuk po korrigjumi sot. Në zullumin e islamit, edhe të zotriut, edhe të zotrive qerë, kanë qenë të pa korrigjum. Tha pra ki, edhe me i gjetë për mbulesën e qabës dvarëm, të thonë falnej, s'ka falje. E pa sa të në bëzë zullum behoq pra njoni thës, shka ka rënkon ato? Ata cekin njo pra kur jemi këtu. Njo pa e cekin. Ditën e shpalljes me kësket kanë kalu në islama e ka pas emnin e Krima. Ebu Gjehelin e ka pas bab. A nisë me shku mu umid në detin e kuq. I ka thonë gruës, unë e shkova. Dhe ku po shkojmë? Tha po shkoj me u gulfat në deti, se tha për mu e nuk ka derë. Mu e nuk më falët, tha. Po tha nështë e Rasullullah, tha nështë e Muhammedi mësë ja u falë helbet, tha nështë e ja u falë qerve, ama muë unë e di shka i kam bota, unë e di që mu s'ma falë, pra po shkoj po mitna. Rasullullah kur ka hinë në shpijen e kësaj, në Mekke dite e ka pytë, ke zotriun, tha zotria i jem ka shku me umit në deti se tha nuk ma falë Muhammedi. E qoj një njeri apo di
Historianët kanë thonë një, historianët kanë thonë di, e qoj me kual shpejt sa s'ka randeti, sa shko thuni hajden Mekke se Muhammedi a.s. ta ka falë. Nuk zike bes, nuk ka besu. E kanë binë gjatë kohë se Muhammedi a.s. ta ka falë, edhe ka ardhë Mekke e ka pranu islamin, bet burri mirë në historinë islame abo, dire a diçka ka vdek. Disa hadise i kemi prej këti transmitume. Ta falë Rasulullah a.s. ta falë. Ai ta falë gjithmonë, se aja është falës shumë i madhë. Kur është kri kjo, mësë është bo kjo ndodhi shumë e madhe, Rasulullah a.s. në pregaditje si për me këthin Medine, gjematin dërshëm këtu fillon dërsi sotit, me ajetin. Për me këthin Medine, i ka ardhi lajmë. Ka thonë, ja Rasulallah, fisi Hawazin, fisi Beni Hilal, fisi Beni Saad, fisi Beni Bakr. Tha këto fise janë organizu me të sulmu. Pra prej luftës e në luft, prej zahmetit e në zahmet, prej provimit e në provim, prej sprovës e në sprov, nuk ka rahat, a je musliman, s'ka rahat. Tha ja Rasulallah, tha këto fise, në krije me fisin Hawazin, udhëheqësi i cilës ishte Malik ibn Auf e Nadari, ajo udhëheqë këtë fis, tha në nëhijen e këti burri janë organizu me të sulmu tash. Rasulullah a.s. a kon interesant me dit, a kon me rëndësi me dit për atese, apo organizohet dikush me mësulmu, e tani dim në mos e shka me bo. Neve, muslimanve vesh në duhet, apo do dikush me rasulmu, ka thonë, vajin khifte min kaumin khianeten, fa në bidh i lejhim. Si tut është një popull për trahton, shka kemi mësu? Sulmoje! Sulmoje! Islami është dini burnis, Islami është dini drejtësis, Islami është dini mbrojtjes, edhe Islami është dini sulmit. Kush e kupton Islamin se është dini mbrojtjes e ka shumë gabim. Kush e kupton se Islami është dini sulmit e ka shumë gabim. Islami është dini mbrojtjes edhe dini sulmit. Pra, në kohën e kur është sulmuar din më mbrojt, në kohën kur duhet me sulmu, e din kur duhet me sulmu mirë. Rasulullah s.a.s. me 10.000 ushtar, me qëto ushtarët unis me shku me në sulmin e fisit Hawazin, të cilin e udhëheq ke Malik ibn Auf e Nadari. Mirë po, këtu në këtë ushtri që ta shpra, këtu në këtë ushtri i ardhëreni me përmenë si ta keni nënvizu do taze, do tri, do shka s'kan marë pjesë. Dini i bura gjematin dërshëm, prej ative muslimanëve në Mëkka, që u bonë musliman ato dita, ato s'kishin marë pjesë kur në luft, si musliman. Sefte dimi i bura prej kësaj, prej këtive burave ju kanë bashkan gjitë Rasulullah s.a.s. 10.000 pra që kishin dalë prej Medinet përzim, ansar dhe muhajgjer, edhe 2.000 burra taze musliman, para në herë po shkojnë luft. Pra një pun të zhvillojmë, të bëjmë qartë shumë. Se ka një herë, ndokët kemi thonë dhe se prapë po e cekim, edhe prapë po e cekim shkurt, sikur shka kemi cek shkurt, dhe një herë, kur nisësh me shku me e bo një pun të ranë, edhe bashkan gjitët një shoq ka qef ti e me ardhë me të një mu, atë punën e ranë me kri. Mirë po, aja është qaqi pa ditur, aja është aqi pa praktikum, aja është aqi pa ushtrum për atë punë, sa që ti e të bëhat havale, a atë punën e mëllë të këshinësh, a galin e këti të bëjsh. Ki është njeri për shembull, një shembull për shembullve ti letit këti njeri. Është qaqi është i standardizum, për shembull, ti je i ushtrum atë shumë, në luft shkon në udhe, sot gjithë ditën s'ha buk vesh hes të para, hitë se përmen. Ai kur ti vene vakti i sofrës shka e ka shtru të shpia me cullë, kur të bënë sa ati 12, hitë se ka gajle pëse nalu. E buk, ti mundosh me i thonë këti ama shiqohë. Tash na nuk jemi në tjetën të dhoma mizve a gjithë dhe të kuzhina, s'ka ka lidhja e punë, une buk du. Ama shiqohë ka dalë mundosh të edhe në herë mi arë, prak ma butë mi thonë ka dalë, nuk ka rejni, që të rejna ki. Këtu banë vaki gjithë ditën s'ham vesh heshmi të para, to në i ven rejni në këshëm, duhet hala me hetë, s'ka vakt me hongër, ose s'ka hish me hongër. Une du buk. Bile mish du. E tash mirë pra, që ti që ardhë me tije ki, që ki që ardhë me tije, a kja apo ta leton procesin, apo e ban maran, cëllën të e ban ki? Ki maran, ki po e ranon shumë, a i qetri në të momentin e fundit, bashku a manzet, kanë gjetë përcetret nga e pak të masë, o dalu kanë një dilafë i kam me tije. Apo him, po,
Sa me sbrami për mu, sa ka? Me ka mu së qaru shti, a me atë që e ke për bala, a me ke që e ke për krau, me cëllin mu së qaru, me cëllin me qëru e sape. Kush cëllët janë kështu, ato të pa ushtrum janë kësisoj, ato të pa ushtrum janë kësisoj, se ato e mendojnë standard, ato e mendojnë çdo gjë duhet me ja paguajt në dorë, ato e mendojnë sofrën me mishkingje dhe në bashkë në mesin e frontit, kurse gjemte e islamit, kurse gjemte e dinit Allahu xhalla xhelalu, ato janë kejt qerë. Ato në luftën e Hendekit kishin lidh gur për barku. Luftën e Hendekit, të e qelë Hendekin. Hendeki ka qenë 5.000 kuti i gjatë, rini e ndëruar. 5.000 kuti i gjatë. 9 kuti i gjanë. 5 kuti i fellë. Nuk e që kishin qelë një Hendek, mos me ndosë e kishin kanalin e telefonit. Hendek, 5.000 kuti bojnë 3.000 metre. 3 kilometre e gjimës. 9 kuti i gjanë, 5 kuti i fellë. Kali mos me këci, si të bere mos me mujtë me dalë. Nuk ka loj. Ato kishin lidh gur për barku. Zorët më të skrisin. Edhe njoni i tha Rasulullah a.s. se tha une me gurit. A i nderuar i e ngrejti atë veshën të vetën që e kishe pa nëse a i digur i kishte lidh. A ishte i lidhë me digur për barku. Të gjithë të barabartë. Edhe a i punoj ke me të barabartë. Të gjithë të barabartë. Bile ti kur e ke një guri, a i që të dheqë diguri pas kanë bark, pra mos me kriz barku prej unësijës. Havale. Kurani Kerimi thënë havale. Ka njonin e men me të një mu, e tonë ti vend se me e kri punën dush me një mu këti. Le që i dush me një mu, po e krim këta. Le që i dush me një mu. Le që të qelë punë gjëmatin dërshëm. Po ashtë qa që idiot. Ashtë idiot i pa punë, sa që majs mrami e sjell qishe sjell, ban shka banaj, ta be punën me niti mrena, se mos i ke hala borgjë. Me niti në shpirt mrena, se pak i kimet hala mi bo diçka minimu. Qa që sjell keq? Nuk dorëzot do me thonë, mara e, unë e ban më një halal se pak ju ngushtova në këtë, momentran patët me mu e shumë punë, jo, po ta sjell punën, si do qoftë, me niti në shpirt një shmrena, se hala i ke pas borç, hala i ke pas minimu. A shkat ka pengu, shkat ka ngatru të rinë fund, kur gjahaj. Këto dini vetë, nuk ishin kësisoj, po ishin pa përvoj o bura për luft. Se efte kishin hisi musliman me luftu. Shkoj Rasulullah a.s. me sulmu fisin Hawazin, mirë po, e ka dëshmu vetë për nga mërë a.s. se fisi Hawazin, ushtarë të vetë shka i pa pas shigjeta gjitë fort shumë. I pa pas shigjeta gjitë shumë fort. Edhe mreti i ative, udhëheqësi i ative, prisi i ative, Malik ibn Auf Nadari, pas ka qenë mjeshtri madhi luftës, që shka po bëjka? Kejt gjemt e vetë të ushtrijës ati, me kejt fisët, i pas ka organizu me një vend ku muslimanët se kanë ditë se ato kanë ardhë ati. Do me thonë ka ardhë ma mrena se muslimanë shka e kanë pritë. Ma mrena, ma afër udhës, se këto ku kanë ditë se të zhvillohet lufta. Edhe në meni mëngjes, tu kalu muslimanët, me një mëngjes shumë herët, ati dikun tu zdrit me sabajnë edhe me natën, a i kejt ato mi gjem që i kishë radhit, i gjujtën muslimanë sukur kër i gjujnë një shigjet. I gjujtën befasisht, si kur një shigjet, thanë Rasullullah s.a.s. në vkaduk, qatë të organizu mirë ishin konë. Allahu në Kurani Kerim tha, thumma wallejtum mudbirin. E tha, ju në këtë ras, pra kër ju sulmun, kështu anë miku i organizum, i këtë tha, u bot pik e pes, i thojmë na, u bot pik e pes, i kapët kodrat, edhe e latë për nga mërën a.s. O, ju 12.000 burra, e latë për nga mërën a.s. vetë. U kolla ati, rrath ati që ndrun, 100 burra kanë thonë disa historian islam, e disa kanë thonë 80 burra. Prej 12.000 gjemve, te kam të pengamerit për qëndrim kanë med vetëm 100 burra. Njoni prej ative ishte Hazreti Abu Bakri edhe Hazreti Umeri. Do të thot, edhe pitë mëdhejve do i kishin kap bregin. Po mirë be burra, ju ke 314 me një vend. Nuk u luhatët në Bedër, ketë 700 në Uhud, nuk u luhatët, ketë 3.000 në Hendek, nuk u luhatët. E qka ju gjithë tash 12.000 pra edhe u shkatrut me temel, i këtë latë pengamerin a.s. A ishte i hipun deve. Devja ati a dit e ka pas emnin Shahba. Në devën Shahba ishte i hipun edhe e hecke ata për bal anë mikut kur kejt ushtarët e ati kishin kap kodrat.
Nga sulmi jashtë për janë mikut. Ai me deve veç vetë te kanë miku hike. Me deve, jo te mas, te kanë miku edhe i vikat kanë mikut vetë për balë. Ana rasulu, ana nabiyun la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Ileja, ju ka të këdhu shtarve vetë, halumma ila rasulillah, urdhnoni o burra rreth meje, edhe almiku të thëjke, unë jam pejgamberi Allahu Gjelle Gjelaluhu, unë jam i biri Abdul Muttalibit, unë jam nipi ati, s'ka rren, nuk po lakojmë pras, se kure gjetëm ran, nuk po thojnë s'jemi, na jemi a i shka thojmë gjami, na jemi ato shka thojmë luft, na jemi ato shka jemi, edhe këto e thojmë para ju, ana Rasulullah, edhe Abbasit, se në këtë luft edhe Abbasi ishte migja ati, edhe Fadli, gjalli Abbasit, i tha Abbasit se e kishte i dule i vikati, jo o filan e filan me emën, po i vikat këve, ja ashab samra, ja ashab shajara, o burrat e këpemës, kështu i vikati Abbasi, o ju burrat e pemës, cëllës pemë, pemës e cila ka emrin historinë islame shajaratu Ridwan, shajaratu bejati Ridwan, ati pacha e pajtimit kër u patë bo, e patë në nëshkru muslimanët një pikë prej pikave, se ja Rasul Allah, kur nuk dhe dargobi prej teje, kur nuk do t'ikim luft, e patë nuk gishtin ati, tha vikat ju, o ju burrat e pemës, e dini që kini nëshkru një dit. Të gjithë, i vikati Abbasi, o burrat e surës Bakara, o ju burrat e Bedrit, o ju burrat e Uhudit, o ju burrat e Endekut ku jeni se u shkut u banët helash për nga merin vetë e lat me 100 gjem më mbrojt prej almikut madh. Atëherë muslimanët transmetohet shumë bukur se sejtë cili prej ative që e niti zonin e Abbasit e mirë ke devën e sulmoj këtë ka për nga meri më mledhë një herë e thanë pra prej hujumit madh që i kanë pas e shka ndodhi me ta kur singoj ke di kanë devën ja qitë ke kërpeshin për mikrije e mirë ke shpatën edhe vetë ardhën u mledhën rrëth për nga meri të rësatu sëram e sulmun almikun sulm një burri edhe ma fort se almikun shka i sulmoj ato deri sa u këthin kejt ashtenun historien e pasër deri sa u këthin kejt thanë muslimanët veç i kishin prej gjismën e ushtrijës almikut edhe 6.000 jesir 6.000 burra e gra i kishin zonë jesira dite muslimanët në sulmin e riorganizuar për zdit kur e panë se shfar gabimi ju ka ndodhë kur kështu kur kjo ndodhi, kjo e dita kur ndodhi kjo e dita ndodhi atëherë kur Rasulullah a.s. në devën e vetë i pas britur i ngrejti dur tha Allahumma anjizli wa'daka alladhi wa'adtani bihi o zot ndihmën tonë zbrite atë ndihmë që ma pate premtu Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu e ka zbrit ndihmën e vetë një me e ka zbrit ndihmën e vetë me të vërtet 5.000 me lajka kanë thonë historian 8.000 po e vërteta 5.000 me lajka i ka qua Allahu Gjelle Gjelaluhu në atë zbrasinën kur muslimanët e kishin lonë Rasulullah s.a.s. 5.000 me lajke këta e transmitojnë qafirat vetë ta saj ditë e thojnë se i shifshmi dë kuval a njerin që ishë në kali nuk e shifshmi 5.000 me lajka fa anzal Allahu sakinatahu alej Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë rast jazbriti Muhammed Mustafas edhe shokve ati atë qëtësien shpirtrore edhe i rikoncentroj prap edhe njëherë në atë se nuk lijet për nga meri Allahu Gjelle Gjelaluhu vetë nuk lijet në momentin baba e nona e vlau e qika e gruja në momentin e rëzikshëm nuk lijen vetë nuk lijet mas këtive islami dinin të cilit i ke dalë zot edhe janë të arsun ta nuk lijet vetë në momentin e caktuar gjëmatin dërshëm kjo luft e ka e në luft e Hunejnit Allahu Gjelle Gjelaluhu ka përshkruar në këtë ajet kështu ka thonë va yawma Hunejnin idh a'jabatkum kathratukum ditën e luftës Hunejnit për shkak se Hunejni thonë ati vendit ku zhvillu lufta tha ditën e Hunejnit e pëlqit vetën edhe numrin e juaj e në numrin e juaj shumë këtë të mbështetur pra po i thojmë kësaj se kjo e ka bashkohorisht në këtë ditat moderne emnin eufori tha ishit mbështetën në numrin të jesh në numrin mbështetën do të thot të jesh euforik unë mbështetën në numër a gjabetkum kathratukum that ju na sot 12.000 jemi walam tughni ankum shay'a Allahu Gjelle Gjelalu tha a ju boni dobi numri a fitut prej numrin këtë dit
Çfarë hajri i pat 12.000 numrit kësaj dite? Ikët. E tani une kur i zbrita me lajket, edhe kur e zbrita qetësien në shpirtin e juaj, kur e zbrita ndihmën teme, që atëherë fitut, apo? Atëherë fitut luftën në fund. Ku kana e mshefta? Ku kana e mshefta? Si mos jemi musliman, e mshefta qëtërkun. E mshefta është të politikanët tonë ka njëherë, kur dojnë me në dhonë ders me ajetet e, ndoshta ka njëherë me ajetet e Rushdiut, me në dhonë ders, thojnë, ja, po na imi 2 milion. A i qetri maton neve në gradin shka ka shpijen, është 8 milion. E po që, u bitis, u kri. Pse kështu? Pse këto njerëz, jo musliman, jo të islamizuar, e mbështetin numër çdo gjë. Edhe e përshtetin hekër çdo gjë, a na muslimanët jemi turnu me mbështet çdo gjë te krijuesi jon. Te krijuesi jon, Allahu i ka zbrit 5.000 melaika. Kur kush nuk guxon me thon se ative javë ka zbrit, je neves në i zbrita, jo, ato janë na që kanë qenë para 1500 vetëve, edhe na jemi ato. Mathalu ummeti ka mathalil matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruh. Ummeti jam ka thonë asi shivi, nuk e dim, anë fillimi ban bereqetit hajra në fund. Nuk e dim ka thonë Rasulullah s.a.s. Anë fillimi ban bereqetit hajra në fund. Ative ju ka zbrit Allah i me lajke, po s'ka delil që thot, asni delil, asni argument që thot, juve s'ju një morë kështu Allahu gjallë gjallë. E pra na qështu na e kemi të vendosur se kalibri i prisave tona është asisoj, me diploma për shembol, edhe me dhurata për shembol e vendosin disa njerëz. Na duhet, a lipin djem, a shë vërtet se lipin djem? A shë vërtet se lipin djem? Thojnë për shembol, na duhet me pas me qenë si qel e me shfrizu rastin. Hajde ta shofim pra cëllin rast po dëni me shfrizu për me kalu lumin. Duhet me shfrizu rastin e Nobelit filonit që ja ka dhonë, se na përmet ati Nobelit filonës apo të filonit neve na konsiderojnë qërtë se ai nobelisti është i joni. Ani pra. Pse kaq të mërë shumë pu bani o bura? Pse pu bani kaq të vegjli? Pse po zvogloni atë shumë e s'po dini me mendu drejt, me thonë ato shka japin Nobelin kush janë, po bani muhabet ato shka kanë marë kush janë. Juve kush ju tha qatë shkeq më orientu me studiu kush ka marë Nobel, pse s'po e studioni kush e jep Nobelin? E po pra studimet i pani kap ka prapa, studimet i pani kap për bishti, si ti kapër studimet për bishti, bisht del puna me sbrami. Duhet me i kap studimet për krije. Nobelin e dajnë masonët, Nobelin e dajnë anë miqët e tu. E hajde, pra urnota. Kur e dajnë ato? Kur t'jeshe shërptori mirë. S'ka diskutim shumë. Nobeli Oscar është Nobeli i masonëve. S'ka diskutim këtu pari. Këta e din këtë dunjoja. Ti si më stadish, s'ka pa i kurkush. Këta këtë bote e din. Pra si më stadish ti kemet ma imrabi. Ti s'po lezon pra. Ti s'po do me dit pra. Ato që ka sulmojnë islamin. Ato që ka kanë sulmu për nga merin Hunein. Ato që ka kanë sulmu në Bedr. Ato që ka kanë sulmu në Hendek. Ato e dajnë Nobel. Mësë të merë, mësë banit mërshëm, mësë banit qëditëshëm për historien të cila do të vjene mas e gjem të tu tani kur të lezojnë edhe një pa të tu do të thojtë ku kunon kush na kish prin shekullin 20, ku kunon ka kish na pas do ma qinë shpije, kështu do të thojtë gjem të tonë kur të të banë të lezushëm një pa të tonë, po na henes për e shofim shtip se kish mi hupë, po ato i kishin pas orientimet këtë kutura, ku me fitu? Ato se kishin mod me kanarin e Allahu Gjelle Gjelaru, e kishin mod me kanarin e mullinit. Kanari i mullinit 153 ok. Edhe mas 153 okve e ka një njën bisht mon. Nuk shkon boqka ma nena. Nuk shkon. Ska mon 154. E pra me 153 ok, si të dush, si të kujtojsh se problemi jota 153 ok, urnoj e mate me kanarin e mullinit. Unë e di që aj nuk ka 153 ok. Problemi jo në mbi 1.530.000 ok. A shumë i madh. Pra kanarin e kuj dush me mor me veti. Dush me marë kanarin e Allahut e cili i man këtë problem. A i kanar ka zbrit vetëm në këtë liber, në këtë kitab edhe nas një vend qëtër. Ka thonë, unë ju ndihmova. Pra lip në ndihmën teme, pa ndihmën teme, numri juv është hiq. Pa ndihmën teme, ekrat e juv janë hiq. Pa ndihmën teme, ju të gjithë jeni hiq. Pa ndihmën teme, kejt bota është hiq. Umma wallejtu mudbirin. Tha ikët, Allahu Gjelle Gjelalu, ikët.
e latë zotërien vetë. Me një lohatje edhe dersi po e merë fundin e vetë. Me një lohatje të vogël xhamatin ndershëm. Me një lohatje shumë të vogël ndodh katastrofa më e madhe. Ik do me thonë për pejgamberit. Këta ju kanë ndodhur muslimanëve në luftë. Një herë për ju tregoj edhe për mbylli sot në xhami shka ju kanë ndodhur. Kjo në luftë, në xhami mrena. Tash në xhami jemi, se jemi në luftë për jashtë, jemi në xhami. Në Medinë sa tabi ishte hala e re, koha kalojshin muslimanët taze. Ishin për ditë njerëz ndin, për ditë, a diçka i ke ndin ndodh ke xhumovi ke me fal xhumon, po edhe të mëdhejve ju ndodhi. Tu e fal pejgamberiun xhumon me dinën një ditë, ishte në mimber nal, tu e bë hitbën. Për skajt xhamisë Medinës kaloi një karavan madh. Plot deve me pasuni. Kur e pan muslimanët, devet ngarku me ka 1000 kilogram në shpinë, shumë pasuni, edhe ishte thap, edhe ishte keq, edhe ishte koha e keqe. Kejt për gjami e dullën mi marë ato. Ditën e gjumo. A halatë dire qatë fars nuk u patën falë. Në hitë be ishtë me nga mërë, në qatët janë mas, dullën kejt. Edhe një sa vetë kanë mërë gjemot në dërshëm 14 vetë. Medine kanë mërë 14 vetë. Allahu Gjelle Gjelaluhu, javë ka tërhek vërejqen kuranore, muslimanëve në suratul Gjuma në Kurani Kerim. Tha e wa imra'u lahwan infaddu i lejha, wa tarakuke qaima. Tha kur e panë, tha atë shka është e kësa i dunjohë, që s'ka lidhje me namazin mrejna, të lakë ti e tha në hitë be dullën mi marë ato. Tha kul ma inda Allahi khajrum min allahwi wa min at-tijara. Tha thuju se ajo që Allahu e ka të madhnia ati edhe për juve për erun me javdhon, kur ta meritoni, a shumë me dashur për juve se atë që po dilli me marë të devët a gjithë. Banë vakia ato deve kanë pas shteropolla, kanë pas sinxher mrena, ku me di që kanë pas, e kanë harru muslimant mas zejtinit namazin e gjumaz. E kanë harru muslimant mas vajit, mas ullës, mas vajit gurit, e kanë harru namazin e gjumaz dhe pejgamberin edhe Allahu Gjelle Gjelalu. Kur kështu, kur vetëm një herë, një trusje e një sustër vogël e lidhën teli dunjas me telin ahiretit, ashtë bo ki gabim ka që i trash, Allahu me Kurane ka përmirësu. Pra, edhe neve kur të gabojmë, kështu duhet përmirësomi në përmet Kurani Kerimit. Edhe neve kur të mështetmi në numrin ton, duhet kujdesim i të tojme, kjo anë regula jo. A ka ma shumë se numri? Ka ma shumë se numri jonë. Allahu i jonë Gjelle Gjelalu. Ndime Allahu tonë Gjelle Gjelalu, Gjelle Shanu, kur ta meritojmë, kur ta lipmi, kur t'i kthemi ati, ndime ati, ashati, lillahi il-Fatiha.